në orët e hershme të mëngjesit të ditës së sotme, materiali zgjedhor përfshirë dhe fletvotimet është shpërndarë me kohë për në të gjitha qendrat e votimit. Gjithashtu, njoftojmë se duke u mbështetur në informacionet e pranuara nga Komisionet Komunale të Zgjedhjeve, procesi i votimit për raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të 18 komunave ka nisur në të gjitha qendrat e votimit që i takojnë këtyre komunave. Raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunave mbahet në këto 18 komuna: Gjakov, Gjilan, Dragash, Kaçanik, Klin, Fushkosov, Mitrovica e Jugut, Obiliq, Rahovec, Pej, Prishtinë, Prizren, Suharek, Viti, Vushtre, Jonik, Mamush dhe Klokat.